Sot në Klinë është bërë zbulimi pllakës për kujtimore të herojt të kombit Abedin Rexha Sandokani në një ceremoni zyrtare të organizuar për nderimin dhe përjetësimin e veprës së tij heroike. Ngjarja u mbajt në prani të familjarëve, bashkëluftëtarëve, përfaqësuesve të institucioneve dhe qytetarëve, të cilët nderuan figurën e një prej komandantëve të shquar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe kontributin e tij në luftën çlirimtare. Me këtë rast kryetari i organizatës së veteranëve të luftës UÇK-s, Selia Qendrore, Hysni Gucati, theksoi se kujtimi i dëshmorëve duhet të jetë i përhershëm, duke vënë pas se nderimi i tyre nuk duhet të kufizohet vetëm në data përkujtimore. Ndërka që është komandanti i zonës operative të Drenicës dhe njëherët kryetari i komunës së Skënderajt, Samil Ushtaku, deklaroi se pa luftën e drejtë UÇK-s nuk do të ishte e mundur të gëzoheshin liritë dhe të arriturat e sotme. Ai bëri të ditur se si kryetari i komunës është zotuar që gjatë mandatit të tij të realizohet përjetësimi i kullës së Abedin Rexhës, si dhe i objekteve të tjera me vlerë historike. Në përmbyllje të ceremonisë bashkëluftëtar të herojt Abedin Rexha, cituan vargje përkujtimore, përmes të cilave u reflektua personaliteti, karakteri dhe fryma e tij luftarake, duke rikujtuar Sandokanin si simbol të sakrificës dhe qëndresës kombëtare. Që më dhe rasti, heq këtë program për zbulimin e pllakës memoriale me kujtim dhe nderim të historisë të komandantit sypadramdur kolosit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Abedin Rexha Sandokani. Është shumë figura këtu, general luftës të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, komandant ushtar pror, luftetare trime të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, dhe në vërtet jam mirënjohës dhe falenderues për secilin prej juve që keni gjetë kohë në zbulim të kësaj fjalë në fjalorin tonë gjuhës shqipe, që ta përshkruajmë dhe plotësojmë veprën kolosale komandant Abedin Rexhës. Faleminderit general Ushtaku për ardhjen, komandant, dhe gjithë ju të pranishëm pa dallim. Ftoj për një fjalë rasti kryetarin e organizatës veteranëve të luftës Selia Qendrore, zotin Hysni Gucati, në këtë eveniment. Nderuar familje të dëshmorëve, nderuar familja Abedin Rexhës, nderuar general Samil Ushtaku, Ytullah Geci, nderuar deputet, ish deputet parlamentit, nderuar Laje, general, nderuar gjithë ju i mbajtjet në të ushtrisë të Kosovës. Sot për ne është një ditë shumë e madhe, unë kam thënë në një turbim tjetër. Ju të sot mi kujtu dëshmorët, po dëshmorët për çdo ditë ne mi kujtu është pak, se ju të merë në vetë apo 2 orë në vetë. Për ditë mi kujtu dëshmorët është shumë pak. Kështu që ne sot që e bujmë zbulimin e kësaj pllake, tregon mas miri si ne djemve, nipa, mesa, stërmesa, se nipa që do të vinë të ardhmen, për të tregojmë se këtë vend ka pas ushtrisë çlirimtare të Kosovës, këtë vend ka pas dëshmor, këtë vend ka ndërruar dëshmor, këtë vend e ka bërë dëshmor, askush tjetër se ka bërë këtë vend. Këtë qytet e ka bërë ushtria çlirimtare e Kosovës, kryer me komandantin legjendar Adem Jasharin, dhe shumë dëshmor tjerë që mos flas poshtë em për emrin e përmendni. Kështu që unë dhe ne duhet të them lavdi dëshmorët të klubit, lavdi komandantit Abedin Rexha për jetën e më të familjes, shumë respekt. Faleminderit shumë kryetari Gucatu. Ndërkohë për një fjalë rasti, ftoj edhe komandantin e zonës operative të Drenicës, general Samil Ushtaku. Fjala është për ju, general. Faleminderit shumë. Nderuar familja Abedin Rexhës, familja dëshmorëve, invalid, veteranë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. E di që secili për juve dhe për neve ka vështirë të jetë për luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, për gjakun e dreu që ka ndodhur në këtë vend, edhe pse këtu o dashur të ketë edhe institucionet të këtij vendi, sepse pa luftën e drejtë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, me siguri që edhe ata nuk ishin ullë, apo nuk ishin ullë në ato karrigat që
sot I gëzojmë falë pikërisht gjakut të Abedin Regjës dhe gjakut shumë bashkëftetarëve tonë. Unë mënej sa më shumë që kemi kësi monumentesh për gjeneratat që vinë, për historinë që vinë, është vërtet e domosdoshme dhe unë mënej që ne nuk guxojmë mundon vetëm me këtë monument këtu, po duhet me vazhdu edhe me monumente tjera. Unë, sekretari Komunës Skënderajt, jam zëtu që në mandatin tim ta kemi edhe kullën Abedin Regjës dhe shumë kulla tjera që kanë dhe duhet me u vendos në për familjet tona, në për shtëpitë tona dhe në shtëpitë atyre që kanë bërë shumë për këtë vend. Edhe njerë lavdi dëshmorëve, lavdi veprës dhe gjakut e Abedin Regjës, lavdi gjithë dëshmorëve të kombit. Panderi shumë. Para se t'i thamë edhe pak fjallë, duhet se I citoj disa vargje të mija të cilat në kohë luftat kërë, kur isha vetëm 16 vjeç, inspirosha nga trima si që ishte Abedin Regja Sandogani dhe shumë luftetare tjera që nuk kursyen asgjë, madje as jetën për lirinë e Abdheu. Pash një burr një trindaj, me mustaqe një kërzi. Mban të veshur një lek, e rëthatorën qystik. Në qëlibar pinte cigare, e sa për frikë bënte hajgare. I të natë që ndronë të në pika, sytë ti shpolin si tika. E pak buk pagace, e me pur gjithmonë në faqe. S'kishte frikë nga plumbja stopi, se për këtë I lindi Zoti. Panderi që sot edhe në emër të familjes Regja, zoni Sanije, Sokolit, Letës, ju përshëndes dhe ju t'ju falenderoj se cilin nga ju që këni gjetë ko me ardhë sot në këtë eveniment në zbulin të kësaj po. Dhe nuk do të më marrë ko ma tepër, dua t'i ftoj disa nga figurat në cilin jemi dhe kurdu bashkë me familjen për zbulimin në kësaj po. Dhe dhe me shteftoj kretarin në rezatës veteranët të luftës në Qandër, Zotin Yusuf Gucat, General Samilo Shtaku, General La Ibrahimi, Esat Shala, motra e dëshmorit Arben Haliti, Letën dhe Sokolin dhe Gani Regja. Ju lutem e jeni shpalosni. Kjo është përnosi Jarallëve të ushtrisë gjymtare të Kosovës, General Abedin Regja Sandogani. Përjetësisht në njoje, përjetësisht shlavdi, ta kujtojmë e nderojmë sa të është jeta. Një minutë në gërëm. Lavdi. Një minutë deri para dëshmorit kombi. Tavli. Se
Może pomylić,